Një aksident i rënd është regjistruar në Vlorë mbrëmjen e të premtes. Një automjet tip ML me ngjyrë të zezë nuk ishte bindur urdhit të ndalimit nga policia dhe ka shkaktuar një aksident të zinxhir. Në përpjekje për t'u larguar, ai ka goditur dy automjete duke përfshirë dhe një mjet të policisë së Burgjeve, të cilin e ka nxjerrë nga rruga. Përplasja ka qenë shumë e fortë duke bërë që automjeti të godas edhe një shtyllë ndriçimi në rrugën transballkanike. Në njoftimin e saj zyrtar, policia e Vlorës ka bërë me dije se në gjendje të dheur në drejtim të automjetit përplasi disa mjete dhe tentoi t'i largojë policisë, kapet dhe ndalohet pas ndjekjes 34 vjeçari. Rreth orës 19:50 minuta të së premtes në rreth rrotullimin e Çoles në lagjen 1 Maj, një 34 vjeçar banues në Vlorë duke drejtuar automjetin tip Benz në gjendje të dheur, ka përplasur fillimisht 3 mjete dhe gjatë lëvizjes për të larguar nga vendi i ngjarjes ka goditur edhe një tjetër me drejtuese shtetasen AK rreth 50 vjeçë, e cila ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas marrjes së këtij informacioni, shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje për ndalimin dhe kapjen e tij. Pas lokalizimit të 34 vjeçarit, ky i fundit ka tentuar t'i largohet shërbimeve të policisë duke manovruar me shpejtësi dhe goditur 2 mjete të policisë duke vënë në rrezik jetën efektive. Pas ndjekjes së vijueshme nga policia në një zonë jashtë qendrave të banuara për të shmangur rrezikun për drejtuesit e tjerë të mjeteve apo kalimtar të rastit, u bë mundur ndalimi i drejtuesit të automjetit, 34 vjeçarit, i cili u shoqërua menjëherë në komisariat për veprime të mëtejshme hetimore. Grupi hetimor i ngritur nga policia e Vlorës vjen punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje.